Të nderuar teleshikues, përshëndetje, unë jam Flutur Akasa dhe do të jemi bashkë në këtë edicion informativ këtu në Drita Televizion. Ju njohim me zhvillimet e ditës. Qeveria po shqyrton mundësinë e ndërtimit të një spitali privat brenda Spitalit Universitar Nën Tereza për të përmirësuar menaxhimin dhe kapacitetin financiar të institucionit. Kryeministri Rama dhe Ministri e Shëndetësisë paralajmëruan edhe rritje të pagave për mjekët e urgjencave që përballojnë fluksin më të madh të pacientëve. Qeveria shqiptare po shqyrton një model të ri të menaxhimit për spitalin më të madh universitar në vend që sotën Nën Tereza, duke përfshirë mundësinë e ndërtimit të një spitali privat brenda strukturës ekzistuese të institucionit. Kryeministri Edi Rama gjatë vizitës në Spitalin Rajonal të Lezhës theksoi rëndësinë e përmirësimit të menaxhimit, duke nënvizuar se Shqipëria nuk e ka tradit administrimin e spitaleve sipas standardeve ndërkombëtare. Ne kemi infermiera shumë mirë. Problemi jonë është menaxhimi dhe sepse nuk e kemi traditën e menaxhimit të spitaleve siç e ka bota. Siç e kanë bërë shumë vende, Polonia për shembull ka bërë një super transformim duke marrë menaxhimin nga jashtë. Të dy, pavarësisht nga njëri tjetri, se kemi diskutuar për Nën Terezën, të dy pavarësisht nga njëri tjetri thonë që është kyç që të ndërtohet brenda spitalit, një spital privat, për mjekët e spitalit dhe të jetë pjesë e sistemit të punës së mjekëve të spitalit, në mënyrë që të japi mundësinë që ta kenë spitalin si vendin ku janë bashkëpronar, edhe të kenë një kapacitet të ardhurësh sipas performancës që varion në bazë performancës. Kryeministri Rama theksoi se problemet aktuale kanë lindur nga perceptimi i papërshtatshëm i statusit të mjekëve të urgjencës, të cilët shpesh trajtojnë si mjek të përgjithshëm pa specializim të veçantë. Do zgjidhet në qershor me ato ndryshimet që bëhen çdo mes vitit të buxhetit, edhe do t'i përfshijmë në kategorinë e mjekëve specialistë si mjek të urgjencës, në mënyrë që kanë një pagë dinjitoze. Përveç kësaj, qeveria po shqyrton vendosjen e tarifave për vizitat mjekësore në përgjigje të rritjes së numrit të turistëve, të cilët kërkojnë shpesh shërbime spitalore. Ky model synon të përmirësojë menaxhimin, të rrisë cilësinë e shërbimeve dhe të sigurojë që GSU-ja të funksionojë si një institucion modern, duke kombinuar shërbimet publike me iniciativa për stafin mjekësor. Partia Demokratike i ka kërkuar Kuvendit shqyrtimin me procedurë të përshpejtuar të propozimit për uljen e çmimit të naftës. Sipas demokratëve, taksa aktuale mbi litrin e naftës janë ndër më të lartat në botë dhe rëndojnë mbi qytetarët. Sali Berisha akuzoi qeverinë se mashtron dhe nuk ka marrë masa për mbrojtjen e qytetarëve nga shtricimi i karburanteve. Në mbledhjen e fundit të grupit parlamentar të Partisë Demokratike, lideri Sali Berisha kërkoi shqyrtimin me urgjencë të një propozimi ligjor që parashikon uljen e çmimit të naftës. Opozita kërkon me çdo kusht përmbysjen e sistemit fiskal aktual mbi litrën e naftës. Sistem absolutisht ndëshkues totalisht mbi qytetarin shqiptar. Sistem i cili ka në bazë një taks për 1.1 euro për litër naftë, një marrëzi, një taks që të i kalon çdo vend tjetër të planetit. Berisha kritikoi qeverinë për mos e reagim ndaj rritjes së çmimit të karburanteve. Vetëm mashtrim, asnjë qëndrim i përgjegjshëm. Rritja, vetëm nga rritja e taksës, nga rritja e çmimit në 220 lekë, shteti fiton 8 lekë për litër me TVSH-n, më shumë. Të vitit 2013, nafta në bursë ndërkombëtare ka qenë $97. Në tregun shqiptar është shitur me 140 lekë. 140 lekë. Me 7 prill të vitit 2022, nafta në bursë ka qenë $97.2, pra e njëjtë, në Shqipëri është shitur me 228 lekë. Nafta në bursë, çmimin më të lartë nga viti 2005 gjersot e ka patur në vitin 2008. Kreu i Partisë Demokratike u ndalte procesi i integrimit evropian duke pretenduar se Shqipëria po has pengesa për shkak të problemeve me shtetin
ligjor dhe korrupsionin. Procesi i vlerësimit të IBAR mbeti në klasë edhe dje. Pra, Këshilli i Ambasadorëve që shqyrton këtë raport që ka të bëjë me zbatimin e themeleve, gjërave themelore, shtetit ligjor, luftës kundër korrupsionit, çdo javë mbetet në klasë. Çdo javë shtohen vendet që e kundërshtojnë. Lideri i opozitës komentoi gjithashtu edhe zhvillimet të ndërkombëtare. Vlerësimin tim, tonin, Partisë Demokratike dhe opozitës për arpushimin e arritur në luftën në gjirin persik midis Shteteve të Bashkuara, Izraelit dhe Iranit. Leturojmë ky arpushim të shtrohet në një marrëveshje paqe të qëndrueshme për vendet dhe popujt e këtij rajon siç faktohet i një rëndësie nevralgjike dhe strategjike për energjinë e botës. Përpara mbledhjes, Berisha u takua dhe me përfaqësues të partive aleate për të diskutuar koordinimin mbi reformën zgjedhore dhe strategjitë e mëtejshme politike. Partia Demokratike e Shqipërisë propozoi vendosjen e një akcize të ndryshueshme për karburantët si masë për të përballuar rritjen e çmimeve. Nisma në një kohë tensioni në tregjet globale lidhet me situatën në ngushticën e Hormuzit. Demokratët kërkojnë miratimin e saj me procedurë të përshpejtuar në kuvend. Në kushtet e rritjes së çmimeve të karburanteve në tregjet ndërkombëtare, Partia Demokratike e Shqipërisë ka propozuar një mekanizëm të ri fiskal që synon të zbusë ndikimin mbi qytetarët dhe ekonominë. Bëhet fjalë për vendosjen e një akcize të ndryshueshme të naftës dhe benzinës, e cila do të përshtatet në varësi të llohatjeve të çmimit në treg. Sipas propozimit, e gjithë TVSH-ja gjenerohet nga rritja e çmimit të karburanteve që do të përdoret për të ulur automatikisht nivelin e akcizës së naftës. Demokratët argumentojnë se nëse kjo skemë do të ishte në fuqi, çmimi i naftës nuk do të kalonte kufirin në 180 lekëve për litër, duke amortizuar goditjen për konsumatorët. Përveç një shkrese zyrtare firmosur nga 36 deputet, i është kërkuar kryetarit të kuvendit Niko Peleshi që projektligji të shqyrtohet në procedurë të përshpejtuar dhe të përfshihet në seancën plenare të 16 prillit. Sipas opozitës, kjo është një masë emergjente për të shmangur pasojat ekonomike që përëndojnë mbi qytetarët. Në argumentin e tyre, demokratët theksojnë se Shqipëria rënditet ndër vendet me çmimet më të larta të karburanteve në Europë, kryesisht për shkak të barrës së lartë fiskale. Sipas tyre, taksa i qarkullimit dhe përfshirja e saj në bazën e TVSH-s e rrisi ndjeshëm çmimin final për konsumatorët. Në këtë kuadër, është propozuar projekt ligji për mekanizmin e reagimit ndaj krizave të furnizimit dhe çmimeve të lëndëve djegëse, i cili synon të garantojë sigurinë e furnizimit, stabilitetit të çmimeve dhe mbrojtjes së konsumatorëve, në një kohë kur zhvillimet ndërkombëtare përfshin tensionet në ngushticën e Hormuzit dhe që ndikojnë drejt për drejt në tregjet e energjisë. Pas zhvillimeve në tregjet ndërkombëtare dhe armpushimit mes SBA-s dhe Iranit, në Shqipëri është reflektuar një ulje e çmimit të naftës. Bordi i Transparencës vendosi reduktimin me 4 lekë për litër, ndërkohë çmimi i benzinës mbetet i pandryshuar. Luhatjet në bursat ndërkombëtare të energjisë ndikuan nga arpushimi mes SBA-s dhe Iranit dhe kanë sjellë një reflektim edhe në tregun vendas të karburanteve. Bordi i Transparencës ka vendosur uljen e çmimit të naftës me 4 lekë për litër, duke çuar atë në 220 lekë për litër në pikat e tregtimit me pakicë nga 224 lekë që ishte më parë. Sipas vendimit të ri, çmimi i shitjes me shumicë për naftën, që nuk duhet kalojë nivelin 208 lekë për litër. Ky ndryshim vjen si pasojë e stabilizimit të përkohshëm në tregjet globale të naftës pas tensioneve të fundit gjeopolitike. Ndërkohë, për benzinën nuk ka pasur ndryshim. Bordi i Transparencës ka vendosur që çmimi i saj të mbetet 181 lekë për litër për tregun me pakicë, ndërsa atë me shumicë të mos kalojë 169 lekë për litër. Ekspertët e tregut vlerësojnë se këto lëvizje mbeten të ndjeshme ndaj zhvillimit ndërkombëtar, veçanërisht situatës që lidhen me furnizimin global të energjisë dhe stabilitetin në rajonet kyçe prodhuese. Gjykata kushtetuese pritet të shqyrtojë ankimimin e ish-presidentit Ilir Meta, i cili kërkon rrëzimin e masës së sigurisë arrest me burg. Meta synon shfrytëzimin e vendimit të gjykatës së shkallës së parë, apelit të posaçëm dhe gjykatës së lartë për të dalë nga paraburgimi. Arrestimi i tij lidhet me dyshime për favorizim të kompanive private dhe veprimtari financiare të fshehta gjatë ushtrimit të detyrave publike.
Gjykata kushtetuese ka shqyrtuar kërkesën e ish-presidentit Ilir Meta për shfuqizimin e masës së sigurisë Ares me burg, e cila është vendosur në 21 tetor 2024. Meta kërkon rrëzimin e vendimeve të gjykatës së shkallës së parë të GJKK-s, apelit të posaçëm dhe gjykatës së lartë, duke argumentuar se paraburgimi i tij është i padrejtë dhe sa ai mund të mbetet në masë alternative. Sipas aktakuzës, Ilir Meta dhe deputetja Monika Kurremadhi dyshohet se duke bashkëpunuar mes tyre dhe me funksionarë të tjerë shtetëror gjatë një periudhe mbi 15 vjeçare, kanë shfrytzuar pozitat politike dhe shtetërore për të favorizuar kompani private. Veprimtaritë e tyre përfshin lobimet në Shtetet e Bashkuara, shitblerjen e pasurive të paluajtshme dhe përfitime financiare të konsiderueshme, të cilat sipas akuzës nuk janë deklaruar më parë. Prokuroria ka theksuar se këto veprime përbëjnë shkelje të ligjeve për parandalimin e konfliktit të interesit dhe korrupsionit në nivele të larta administrative. Nga ana e tij, Meta ka paraqitur argumente se vendimi për arrestimin me burg ishte i papërshtatshëm, duke nënvizuar gatishmërinë për bashkëpunim me drejtsinë dhe angazhimet për të mos penguar hetimet në vazhdim. Gjykata kushtetuese pritet të japë një vendim që mund të ndikojë direkt në vazhdimin e hetimeve dhe statusin ligjor të ish-presidentit, ndërsa opinioni publik dhe komenti politik ndjekin me vëmendje zhvillimet e kësaj çështje që ka krijuar tension dhe debate të gjëra në Shqipëri. Policia ka proceduar një 87 vjeçar me inicialet HB, i cili sipas informacioneve është edhe pronari i qenit të racës Pitbull, i cili një ditë më parë kafshoi një vogëlushe vetëm 4 vjeç në Vlorë. Ngjarja dramatike ndodhi një ditë më parë, gjatë një shëtitje të vogëlushes së moshës 4 vjeçare me gjyshrit e saj pranë Lungomares. Papritmas, një pitbull i madh dhe agresiv sulmoi vajzën, duke e kafshuar në kokë. Momenti ishte i frikshëm, por fatmirësisht një punëtor rrugor që ndodhej aty pra ndërhyri menjëherë. Ai arriti të ndalojë qenin dhe ta lidh, duke parandaluar një tragjedi të mundshme. Policia lokale e Vlorës njoftoi se në ditën pas ngjarjes është identifikuar pronari i kafshës, një 87 vjeçar, i cili deklaroi se pitbulli mbahej lidhur në shtëpi. Sidoqoftë, kafsha kishte këputur zinxhirin dhe ishte larguar, duke rrezikuar jetën e qytetarëve, sidomos fëmijëve. Autoritetet po vazhdojnë hetimet, ndërsa pronari ndodhet në gjendje të lirë dhe pritet të përgjigjet për shkeljet e mundshme të ligjit për mbajtjen e kafshëve të rrezikshme. Ngjarja lë një mesazh të qartë për qytetarët dhe autoritetet. Nevojitet kujdes dhe respektimi rregullave për mbajtjen e qenëve të rrezikshëm, sidomos pranë fëmijëve dhe zonave publike. Një konflikt i nisur verbalisht në një lokal në Tiranë për një borxh të vogël ka përfunduar me nxjerrjen e armës nga Gim Vishaj. Ai kërcënoi të vriste një 38 vjeçar i cili u fsheh pas mikut të tij. Policia ndërhyri dhe arrestoi autorin duke sekuestruar gjithashtu edhe armën. Një përplasje shkaktuar nga një borxh i vogël prej 100 eurosh ka marrë një kthesë të rrezikshme mbrëmjen e kaluar në një lokal në Tiranë. Pamjet e kamerave të sigurisë tregojnë momentin kur një 50 vjeçar shkon pranë tavolinës ku ishte ulur Agim Vishaj, personi me cilën kishte pasur konflikt. Pas një debati verbal, situata tensionohet dhe ata u përplasën fizikisht. Në këtë çast, Agim Vishaj nxorri nga brezi një armë zjarri tip pistolet me mulli dhe kërcënoi të vriste 38 vjeçarin, i cili për të shpëtuar u fsheh pas një miku të tij. Lokalizimi i armës në një ambient ku ndodheshin edhe të tjerë ka shkaktuar panik dhe rrezik të madh për të gjithë pranishmit. Sipas burimeve policore, motivi i ngjarjes ishte një borxh i vogël që 38 vjeçari kishte ndaj autorit. Menjëherë pas incidentit, policia ndërhyri dhe arrestoi Agim Vishajn duke sekuestruar armën e përdorur në ngjarje. Hetimet vazhdojnë për të përcaktuar rrethanat e plota të ngjarjes për të garantuar siguri në zonën ku ndodhi incidenti. Një 32 vjeçar është vënë në prangat e policisë pasi dyshohet për përndjekje dhe tentativ rrëmbimi ndaj një 31 vjeçari nga Librazhdi. Ngjarja u zbar në kuadër të operacionit të gotuar insistimi. Sipas hetimeve, i riu kishte ndjekur prej kohësh gruan dhe tentoi ta merrte me forcë në automjet. Ngjarje e rëndë është parandaluar nga policia e Elbasanit, i cila ka arrestuar një 32 vjeçar të dyshuar për përpjekje dhe tentativ rrëmbimi ndaj një 39 vjeçarie. Operacioni koduar insistimi çoi në prangosjen e shtetasit me inicialet DK, banues të fshatin Perondi të Kuçovës, i cili sipas hetimeve kishte ushtruar presion dhe ndjekje të vazhdueshme ndaj gruas për rreth një viti i gjysmë. Sipas burimeve policore, 32 vjeçari ka tentuar të marrë me forcë 39 vjeçare në automjetin e tij. Në momentin e ndërhyrjes së personit që e shoqëronte gruan, ai e ka
goditur me grush dhe më pas është larguar nga vetngjarja. Pas sinjalizimit dhe ndjekjes nga uniformat blu, autori u lokalizua dhe u arrestua në hyrje të qytetit Elbasanit. Gjatë verifikimeve rezultoi gjithashtu se ai drejtonte automjetin në gjendje të dehur, çka rëndon më tej pozitën e tij ligjore. Në cilësinë e provës materiale, policia ka sekuestruar automjetin dhe telefonin celular të arrestuarit, ndërkohë hetimet vijojnë për të zbardhur plotësisht rrethanat e kësaj ngjarje dhe për të dokumentuar çdo element tjetër që lidhet me veprimtarinë e tij. Struktura e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar ndërmori një kontroll të detajuar në ambientet e burgut të Durrësit duke kërkuar aparate telefonike dhe sende të ndaluara. Fokusi i operacionit ishin qelit ku qëndronte Ilir Meqa, Erion Veliaj dhe Aurel Zarka. Gjatë ditës së djeshme, SPAK zhvilloi një operacion kontrolli në burgun e Durrësit duke synuar intensifikimin e aparateve telefonike dhe sendeve të ndaluara brenda qelive të ndaluarve. Burimet pranë strukturës speciale bëjnë me dije se kontrolli ishte fokusi kryesisht tek qelitë e Ilir Beqajt, kryebashkiakut të Tiranës Erion Veliaj dhe Aurel Zarkës. Prokurorët e SPAK-ut kanë kërkuar gjithashtu nga policia e burgjeve listën e plotë të vizitorëve të Veliajt gjatë periudhës që ka qëndruar në izolim, si pjesë e hetimit për pamundësinë e përdorimit të pajisjeve të ndaluara brenda institucionit. Ky veprim vjen pas tensioneve të shfaqura në procesin gjyqësor administrativ, ku Veliaj kishte ngritur akuza publike mbi lishmërinë e emërimit të një prokurori të çështjes, duke shtuar edhe më shumë vëmendjen mbi hetimin dhe kontrollin e autoriteteve. Ekspertët e drejtësisë vlerësojnë se ndërhyrje të tilla janë zakonshme kur ka dyshime për përdorim të pajisjeve të ndaluara në burgje, sidomos kur janë të përfshira figura publike, duke synuar garantimin e lishmërisë dhe mbikëqyrjes së rrep të personave të ndaluar. Eci me të tjera zhvillime, Partia Demokratike e Kosovës ka dërguar një kërkesë zyrtare tek Albulena Axhiu, ushtruese e detyrës së presidentit për procedimin e emërimit të antarit të dytë të partisë në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve. PDK-ja thekson se ky përfaqësim nuk është çështje politike, por e drejtë kushtetuese. Në një letër zyrtare dërguar Albulena Axhiut, Partia Demokratike e Kosovës ka kërkuar që të procedohet emërimi i antarit të dytë të propozuar nga kjo forcë politike në KQZ. Sipas PDK-s, çështja e përbërjes së komisionit ka mbetur e paplotësuar gjatë mandatit të ish-presidentes Vjosa Osmani, e cila kishte emëruar vetëm një nga dy antarët e propozuar nga PDK-ja. Partia thekson se përfaqësimi me dy antar nuk është një çështje interpretimi politik, por rrjedh drejt për drejt nga dispozitat kushtetuese. PDK-ja argumenton se shpërndarja e vendeve në KQZ duhet të reflektojë përfaqësimin e grupeve parlamentare në kuvent, duke garantuar barazinë dhe transparencën në procesin zgjedhor. Sipas dokumentacionit të publikuar, ish-presidentja Osmani kishte emëruar 9 nga 10 antar të rinj të KQZ-s të propozuar nga partitë parlamentare, duke lënë të paplotësuar vetëm vendin që i takon PDK-s, sipas përfaqësimit të saj. Analistët politik vlerësojnë se plotësimi i këtij vendi nuk është thjesht një procedurë burokratike, por ka rëndësi të veçantë për stabilitetin e institucioneve zgjedhore dhe ruajtjen e besimit të qytetarëve në procesin demokratik. Të nderuar televizionistë, do të jemi me parashikimin e motit. Territori shqiptar për datën 9 prill 2026 do të karakterizohet nga kushte atmosferike të qëndrueshme, duke sjellë mot kryesisht të kthjellët dhe me diell në pjesën më të madhe të vendit. Paraditja do të jetë me diell pothuajse në të gjithë territorin, ndërsa në disa zona veriore do të ketë vranësira të pakta kalimtare. Edhe pasditja vijon me mot të kthjellët dhe intervale të gjata me diell. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 3 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 18 gradë Celsius. Gjatë ditës priten rreth 8 deri në 10 orë me diell. Era do të fryejë lehtë nga drejtimi veriperëndimor me shpejtësi 2 deri në 4 metra për sekond. Deti do të ketë dallgëzim të ulët rreth 1 deri në 2 ball. Indeksi ultraviolet për Tiranën pritet të jetë mesatar rreth 5. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Tiranë do të jetë rreth orës 6:04 minuta, ndërsa perëndimi rreth orës 19:21 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Shqipërisë do të jenë si më poshtë: Shkodër 9 deri në 17 gradë Celsius, Kukës 4 deri në 13 gradë Celsius, Peshkopi 4 deri në 12 gradë Celsius, Tiranë 11 deri në 18 gradë Celsius, Durrës 10 deri në 18 gradë Celsius, Kavaj 9 deri në 17 gradë Celsius,
Elbasan, 10 deri në 18 gradë Celsius. Berat, 10 deri në 18 gradë Celsius. Korç, 3 deri në 12 gradë Celsius. Vlorë, 11 deri në 17 gradë Celsius. Gjirokastër, 7 deri në 17 gradë Celsius. Sarand, 10 deri në 18 gradë Celsius. Territori i Kosovës për datën 9 prill 2026 do të karakterizohet nga mot relativisht i qëndrueshëm me alternime mes kthjellimeve dhe vranësirave të pakta. Paraditja dhe pasditja do të jenë me intervale me diell dhe vranësira të lehta. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 0 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 14 gradë Celsius. Era do të fryejë lehtë nga drejtimi veri perëndimor me shpejtësi 2 deri në 4 metra për sekond. Indeksi ultraviolet për Prishtinën pritet jetë mesatar rreth 5. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Prishtinë do të jetë rreth orës 5:57 minuta, ndërsa perëndimi rreth orës 19:17 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për qytetet kryesore të Kosovës do të jenë: Mitrovic, 1 deri në 12 gradë Celsius. Podujev, 0 deri në 11 gradë Celsius. Skënderaj, 1 deri në 13 gradë Celsius. Pej, 0 deri në 13 gradë Celsius. Prishtinë, 0 deri në 12 gradë Celsius. Gjakov, 3 deri në 14 gradë Celsius. Malishev, 2 deri në 13 gradë Celsius. Gjilan, 0 deri në 12 gradë Celsius. Ferizaj, 1 deri në 12 gradë Celsius. Kaçanik, 1 deri në 11 gradë Celsius. Suharek, 2 deri në 14 gradë Celsius. Prizren, 1 deri në 12 gradë Celsius. Ishte gjithçka e përgatitur në këtë edicion informativ. Për më shumë informacione dhe zhvillime klikoni në faqen tonë zyrtare drita.tv. Mund të na ndiqni në rrjetet sociale Facebook, Instagram, YouTube, ku jemi me përditësime në çdo kohë. Vazhdoni të qëndroni në shoqërinë e programacionit Drita. Bashkë me u takofshim në edicionin e ardhshëm.